Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në faqen Bota e Shoferit. Në fillim të kësaj video dëshiroj t'ju falenderoj të gjithë juve që jeni shkruar në faqen Bota e Shoferit. Atëherë në këtë video kam vendosur të diskutoj me ju dhe t'ju tregoj mendimin tim sepse kemi mbritur dhe jemi duke jetuar në këtë periudhë në të cilën ashtu siç e keni vënë edhe ju besoj ka një mungesë të madhe për sa i përket profesionit të shoferit dhe figurës së shoferit, qoftë për transportin e madrave, qoftë për transportin e pasagjerëve. Pra në këtë video do t'ju tregoj konkluzionet dhe mendimin tim dhe cilat janë pra për mendimin tim arsyet sepse kemi mbritur deri në këtë moment duke ndjerë më mungesën e madhe në profesionin e shoferit. Në të njëjtën kohë pra ju ftoj që dhe ju ngado që ndiqni faqen Bota e Shoferit, në qoftë se dëshironi pra mund të më tregoni dhe ju se çfarë mendoni ju pra duke lënë mendimin tuaj nëpërmjet një komenti në hapësirën e komenteve që gjeni poshtë videos. Për sa i përket titullit të videos, ashtu pra pse kam titulluar në këtë mënyrë. Këtë video ka gjithmonë lidhje me mungesën në profesionin e shoferit, këtë që do t'ju tregoj pak më pas. Por për mos të humbur kohë, cili është konkluzioni dhe cili është mendimi ose thjesht cilat janë arsyet kryesore për mendimin tim pra që ka një mungesë kaq të madhe në profesionin e shoferit. Këto arsye janë nga më të shumtat, por arsyet kryesore për mendimin tim janë dy. E di që shumë prej jush në këtë moment janë duke menduar që arsyeja e parë është ajo e mos pagimit ashtu siç duhet pra e të gjithë atyre shoferëve që ushtrojnë këtë profesion, por për mendimin tim kjo është një nga dy arsyet ashtu siç e mendoj dhe unë, por nuk është arsyeja e parë. Pra kjo krizë dhe mungesa e profesionit në profesionin e shoferit, për sa i përket figurës së shoferit, kjo krizë ka filluar në vitin 2008 dhe në vitin 2009. Çfarë ndodhi në vitin 2008 dhe në vitin 2009? Atëherë në shtator të vitit 2008, të gjithë ata persona që patën vendosur të ushtronin profesionin e shoferit për transportin e pasagjerëve, nuk mjaftonte më dhe nuk do t'ju mjaftonte më vetëm leja e drejtimit me kategorinë përkatëse ose patenta normale, por do t'i duhej pra të zhvillonin dhe një kurs të dytë ashtu siç funksionon edhe sot, e qartë, për të pajisur me patentën profesionale të quajtur çap. E njëjta gjë ndodhi edhe për sa i përket transportit të madrave, por një vit më pas, pra nga shtatori i vitit 2009. Pra në vitin 2008 dhe në vitin 2009, të gjitha ata persona që do të ushtronin profesionin e shoferit në të ardhmen, ashtu si funksionon dhe sot, do të pajiseshin dhe do t'i duhej të bënin një kurs të dytë për të pajisur me patent profesionale. E qartë, kjo bëri që shumë persona, kjo bëri që brezat e rinj të largoheshin nga profesioni i shoferit. Kjo bëri që ky profesion të mos jetë më tërheqës për brezat e rinj ose thjesht për ata persona që dëshironin pra të ushtronin profesionin e shoferit. Tani flas në përgjithësi. Dhe nga viti 2008 dhe viti 2009 dhe deri më sot e kësaj dite, që kanë kaluar plot 16 dhe 17 vjet, pra 17 vjet në transportin e pasagjerëve dhe 16 vjet në transportin e madrave, çfarë ndodhi? Numri i personave dhe i shoferëve që lanë profesionin e shoferit për arsye se plotësuan
moshën e pensionit, të i kaloj dhe vazhdon të i kaloj numrin atyre personave e brezave të rinj në këtë rast që janë pajisur pra me dokumentacionin e duhur, me patent normale dhe me patent profesionale pra me çap, për të ushtruar profesionin e shoferit. Dhe ajo që po jetojmë sot pra, kriza që po jetojmë sot, ashtu si u thash pak sekonda më parë, rrënjët e saj dhe fillimi i saj janë vitet 2008-2009, sepse burokratët e Parlamentit Evropian, këta burokratë që janë dhe ligjvendësit e Parlamentit Evropian, pra çfarë bën, e vështirësuan profesionin e shoferit duke futur pra patentën profesionale. Por për shumë persona që edhe pse i pëlqen profesioni i shoferit, një kurs i dytë, pra sot për të pajisur me një patent profesionale, sot për të pajisur me dokumentacionin e duhur për të ushtruar profesionin e shoferit, një person duhet të përballet me 2 kurse, një person duhet të zborsoj nga llogaria e tij 1000 euro, pra nuk mjaftojnë 100, 200, 300, 500 euro, por duhen të paktën 3.000, 4.000, 5.000 euro, varet nga shteti në cilin personi pra vendos që ose dëshiron të pajiset me dokumentacionin e duhur për të ushtruar profesionin e shoferit. Por burokratët e Parlamentit Evropian dhe ligjvendësit e Parlamentit Evropian nuk ndaluan këtu. Çfarë i duhet të bëjë një shofer çdo 5 vjet, një shofer pra që ushtron këtë profesion për transport mallash dhe pasagjerësh. Çdo 5 vjet duhet të rinovojë këtë patent profesionale. Pra një zborsim tjetër nga llogaria e shoferit. 35 orë kohë e humbur nga koha e lirë e një shoferi. Pra gjitha këto gjëra bën që ky profesion mos të jetë më një profesion tërheqës për brezat e rinj, qoftë të seksit femër, qoftë të seksit mashkull. Kjo pra është arsyeja kryesore për mendimin tim. Nuk e di se çfarë mendoni ju, pra një nga 2 arsyet dhe arsyeja kryesore pra ishte pajisja me patent profesionale. Sepse gjithë ata shoferë që deri në vitin 2008, deri në vitin 2009, ashtu si dhe unë, që e kam filluar këtë profesion në vitin 1998, deri në vitin 2008, pra, unë nuk isha një shofer profesionist. Isha një shofer jo profesionist. Pra unë që nga viti 2008, kur u pajisa me patent profesionale, pra me çapin, jam shofer profesionist. Sepse deri në vitin 2008, pra, unë nuk dija të zhvilloja profesionin tim. Nuk dija se si zhvilloje ky profesion. Pra çfarë ndodhi me pak fjalë? Ndodhi që profesioni i shoferit u vështirësua nga mënyra se si një person pra duhet të pajisej me dokumentacionin e duhur për të ushtruar këtë profesion. Ndërsa arsyeja e dytë, ashtu si e mendoni dhe ju, dhe ashtu si e mendon dhe shumica e kolegëve shofer ose atyre personave që janë të interesuar për sa i përket këtij profesioni, është pikërisht pra dhe mos pagimi i profesionit të shoferit dhe mos vlerësimi nga ana ekonomike i këtij profesioni ashtu si duhet, sepse për të qenë realist, çfarë ndodh sot për sa i përket botës së punës në përgjithësi? Nuk ka mungesa vetëm profesionin e shoferit, ka mungesa në të gjitha profesionet e tjera. Ka mungesa dhe thjesht për krah pune, pra për punëtor të thjesht. Dhe kjo çfarë ka bërë? Ka bërë që profesioni i shoferit, pra duke u parë si një profesion që secili person për të ushtruar këtë profesion, pra duhet të pajiset me dokumentacionin e duhur, duhet të zhvilloj orë dhe orë të tëra kursesh, duhet të zhvilloj praktikën, duhet të harxoj mijëra euro, dhe pastaj pra kur hyn dhe fillon të ushtroj këtë profesion në mënyrë praktike,
ajo që vëmë re sot e kësaj dite, pra flas në përgjithësi për mendimin tim, pra ashtu siç e mendon edhe shumica e gjithë kolegëve tjerë, profesioni jonë, profesioni i shoferit nga ana ekonomike nuk vlerësohet dhe nuk paguhet ashtu siç duhet, dhe kam dëgjuar që shumë persona, shumë kolegë shofera i është ofruar punë tjetër në profesione të tjera dhe kanë zbritur nga kamionet dhe autobusët duke u larguar pra drejt profesioneve të tjera, sepse mendojnë pra që nuk ja vlen që të ushtrosh të profesion për ato rroga pra që ofrohen sot shoferëve, që të lahen nëpër autogrile, që të gatuajnë jashtë gabinave të kamionit shpeshherë, që të flenë për ditë dhe javë të tëra larg familjeve të tyre, duke mos llogaritur pra rrezikun që një shofer kalon çdo ditë duke qenë në bordin e mjeteve, duke udhëtuar pra në rrugë të ndryshme, duke mos llogaritur dhe gjobat që aplikohen shoferëve. Shpesh herë këto gjoba, kompanitë, bizneset ose në ato raste që mjetet janë në pronësinë e vetë shoferit, duhet i paguajnë shoferët. Pra të gjitha këto vështirësi, të gjitha këto peripeci që kanë të bëjnë me profesionin e shoferit, nga mënyra se si është organizuar ky profesion, pra bëjnë që ky profesion sot mos të jetë më një profesion tërheqës dhe që tërheq pra brezat e rinj ose ata persona që edhe pse e kanë pasion profesionin e shoferit, por pastaj vendosin të bëjnë një zgjedhje, pra ja vlen apo nuk ja vlen që sot në vitin 2025 dhe në të ardhmen të ushtrojë profesionin e shoferit. Pra ajo që nuk kuptojnë bizneset, kompanitë, ligjvendësit e Parlamentit Evropian, pra duhet mendojnë që ky profesion është një profesion që duhet të tërheq personat dhe duhet të krijojnë të gjitha kushtet pra që personat të dashurohen nga ana e këtij profesioni dhe të bëhet një profesion tërheqës ashtu siç ishte në vitet 80 dhe në vitet 90. Pra këto janë dy konkluzionet që kam nxjerrur unë për sa i përket këtij profesioni. Nuk e di se çfarë mendoni ju, dhe tani pse e kam titulluar këtë video pra 20.000 shofer nga Ukraina, sepse shtetet e Bashkimit Evropian duke aplikuar këto ligje, ligjvendësit e tyre duke nxjerrur këto ligje, pra duke gabuar, çfarë bëjnë tani shtetet e Bashkimit Evropian, shkojnë i marrin shoferat shteteve tjera dhe në shumë raste këto janë shtete që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, siç është Shqipëria, siç është Kosova, siç është Maqedonia, sepse në Maqedoni, në Kosovë, në Ukrainë, në Shqipëri nuk ka transport që bëhet me mjete industriale për burokratët, pra bëhet akoma me kafsh si në vitet 1910. Në qartë dhe çfarë bëjnë, shkojnë i marrin shoferët duke i ofruar diçka më shumë këtyre kolegëve shoferë, këtyre personave, pra shkojnë i marrin shoferë shteteve të tjera. Edhe pikërisht qeveria e shtetit italian këtu ku jetoj dhe banoj unë, në vitin 2021 kishte bërë një akord me qeverinë ukrainëse për të punësuar dhe të vënë në kontrat 20.000 shoferë nga Ukraina dhe për të zgjidhur pra problemin e mungesës së shoferëve që vazhdon të jetë në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, por këtë rast në shtetin italian. Pra kishte vendosur t'i merrte shtetit Ukrainës plot 20.000 shofera. E qartë, por çfarë ndodhi? Në vitin 2021 ishte nënshkruar kjo kontratë, në vitin 2022, nëse mos gaboj, filloi lufta ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës dhe kjo kontratë pra humbi vlerën e saj, sepse këta shoferë, pra këta persona nuk mundën të vinë me të ushtrojnë profesionin e shoferit në shtetin italian, po i duheshin shtetit Ukrainës pra që të përballonte luftën dhe që është duke përballuar me Rusinë. E qartë, pra prandaj vendosa ta titulloj këtë video në këtë mënyrë, dhe këto pra janë mendimet e mia dhe konkluzionet e mia që kanë nxjerrur unë për sa i përket mungesës së shoferit. Nuk e di se çfarë mendoni ju, jeni apo s'jeni dakord me këto dy konkluzione që kam nxjerrur unë. Megjithatë, pra ju ftoj edhe një herë që nëse dëshironi të më tregoni edhe ju mendimin tuaj se çfarë mendoni për sa i përket pra
krizës së madhe që ka kapur të gjithë kontinentin evropian për sa i përket mungesës së shoferit. E qartë, në fund të videove të mia, si gjithmonë, ju ftoj që të regjistroheni në këtë faqen bota e shoferit. Është falas, askush nuk e kërkon asnjë gjë. Në qoftë se dëshironi, lini pëlqimin tuaj. Në qoftë se nuk dëshironi, nuk ka asnjë lloj problemi. Në të njëjtën kohë, ju ftoj që të aktivizoni zilen që në të gjitha ato raste që do të hedh një video të re në faqen bota e shoferit, ju të njoftoheni dhe kur keni pak kohë të lirë t'ia dedikoni kësaj faqe, pra të ndiqni këtë video të re me një argument të ri. Për çdo paqartësi që keni, për çdo kuriozitet që keni, qoftë nga ana teorike, qoftë nga ana praktike, lini komentin tuaj dhe unë me aq mundësi sa kam do t'ju ndihmoj, pra në qoftë se është e mundur t'ju ndihmoj. Në atë raste që nuk është e mundur t'ju ndihmoj, nuk kam se si t'ju ndihmoj, dhe pra nuk do të keni një përgjigje nga ana ime, jo sepse nuk desha, por kur nuk është njohuria ime, nuk dëshiroj për t'ju jap informacione të gabuara. Ju uroj një javë të mbarë, ju uroj një ditë të mbarë, sepse sot është dita e hënë, hapja një jave të re për shumë shofera dhe për shumë persona tjerë, pra ju uroj t'ja kaloni mirë dhe miru pafshim. Shihemi në videon tjetër të radhës, kur kjo video pra do t'hidhet nga ana ime në faqen bota e shoferit. Miru pafshim dhe t'ja kaloni mirë.